Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا إلى الآخر الآية صدق الله العظيم. Falënderimet, lavdërimet I takojnë Allahut të Madhërisëm, I cili na bëri që t'jemi pjesëtar të kësaj feje të lavdëruar dhe të pranuar tek Allahu I Madhërisëm. E falënderojmë Allahun Dhul Xhelal I cili për çdo ditë na jep që ne të jetojmë. E falënderojmë Zotin I cili Kur'anin udhrafies neve na dërgoi, profetin Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam si të dërguar që neve na çoi. E falënderojmë Allahun Xhalla Xhelaluhu I cili na bëri pjesëtar dhe na bëri pjesëtar të ummetit më të lavdëruar të dashurit ton profetit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Salavatet dhe selamet, përshëndetjet tona ja dërgojmë, ja adresojmë të dërguarit ton Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij fisnike, shokët e tij besnik, ne si harojmë dhe gjithë ata besimtar dhe besimtare që e ndjekin dhe vazhdojnë të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në radhë së pari e falenderoj Zotin që më mundsoi që të jem pjesë e këtij emisionit, pjesë e kësaj ligjërate, që të ndaj kohë me vëllezërit, me rinin, pra të diskutojmë rreth dobisë, rreth rëndësisë dhe vlerës së rinisë në Islam. Në radhë së parë po ashtu e falenderoj edhe miftimin e Shkupit që neve si o xhallar na ka zgjedhur, ku nga ato më ka zgjedhur edhe mua sot që të jem në mesin e tyre të cilët do të diskutojnë lidhje me temën që e kam para zgjedh. Po ashtu e çmoj dhe shumë jam falendërues ndaj radio televizionit shtetëror, pra MTV që na ka mundsuar që ne të lidhemi drejt për drejt, pra me teleshiquesit, me njerëzit, me besimtarët, me të rit, pra dhe të diskutojmë dhe të bisedojmë rreth temës të cilët neve si rini, pra si të ri na intereson dhe kemi interes rreth kësaj teme. Do të mundohem që në pika të shkurtra të elaborojmë, pra të shpjegojmë diçka se çfarë parasheh, çfarë sheh Islami, pra feja islame çfarë sheh dhe si e pozicionon të rijun, të ren, pra në shoqërinë ku jeton, në rrethin ku jeton, dhe se si i ndan etapat apo se si e ndan rëndësinë dhe rëndësinë e rinisë, pra në fazën e rinisë se si ato Allahu I krijoi. Nuk ka dyshim në surën Rum, të dashur teleshiques, e dashur rini, Allahu Xhalla Xhelaluhu në surën Ar-Rum ajeti numër 54 thot kështu: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqakum min da'fin. Allahu është ai I cili ju krijoi, ju bëri juve të dobët. Pastaj Allahu Xhalla Xhelaluhu vazhdoi thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan. Pas dobësisë Allahu ju bëri që ju të bëni të fortë. Pra të vjen faza apo koha e fuqisë, energjisë. Pastaj vazhdoi tha thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa shayba. E pas fuqisë, pas energjisë, Allahu Xhalla Xhelalu ju bëri përsëri që të jeni të dobët. Pra të dashur teleshiques, e kuptojmë nëpërmjet këtij ajeti kuranor vërejmë dhe shohim se Allahu Xhalla Xhelalu rinin e pozicionon së pari në fazën në mes e rinis, pra fëmijërisë dhe në mes pleqërisë, në mes didopsive më shkurt. Allahu I Madhërisëm në surën Rum sikur don të na tregon se rinia është periudha më e rëndësishme, por është edhe më delikatja.
por është edhe më e rrezikshme për etapën e njeriu. Madje ajo është etapë, sikur kanë thënë dietarët dhe njerëzit e urtë, ajo është etapë e gjallërisë, etapë e prodhimit, periudha e vrullit, apo e vendosmërisë dhe aktivitetit. Ajo, të dashur vëllezër, është periudha e fuqisë, periudha e ndryshimeve të mëdha përgjatë historisë. Profeti jon i dashur, pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, tha: unë jam ndihmuar pra të bëj ndryshim me të rit. Jam i ndihmuar nga rinia. Pikërisht nga kjo ditë kuptojmë se rinia në aspektin islam, pra sipas perspektivës islame, zë një vend shumë të rëndësishëm në shoqërinë ku jeton, në rrethin ku jeton. Prandaj një jurt për rinin tha, nëse dëshiron që ta shofsh gjendjen, nëse dëshiron që ta verifikosh apo gjendjen dhe situatën e një popullit, shiqoje rinin e atij vendit, se me çka merren, me çka preokupohen. A do të jetë një rini e cila preokupohet me dituri, rini e cila preokupohet me edukim, apo a do të jetë një rini e cila preokupohet me transmetimin, me përqimin, me përcjelljen e vlerave univerzale dhe morale. Sigurisht kuptohet që Islami i kushton rëndësi dhe jep rol të veçantë i rinisë, fazës, pra kur një i ri dhe një e re arrin pjekurinë e saj dhe fillon t'i percepton dhe t'i kupton gjërat ndryshe për vendin e vet, për jetën e vet, për familjen e vet, apo në përgjithësi për muslimanët më gjerësisht. Nuk ka gjë më esenciale për muslimanin se sa të interesohet për rolin apo për pozitën që i takon atij dhe njohjen e rëndësisë kësaj etape. Imam Hatib el-Baghdadi në një prej librave të tij, në librin Xhami fi Ahlak ar-Rawi, transmeton një transmetim shumë interesant. Ky dietar transmeton një transmetim të një sahabiu të ditur i cili ishte i ri me emrin Hudhaife. Një prej ditëve duke bisedu, duke diskutu rreth çështjes së fesë, rreth çështjes së ummetit islam, në kohën e Resulullahit alayhi salam, ishte duke diskutu me të ri dhe kaloi një person i cili i pa dhe nuk u ndal, kaloi aty. Hudhaife i thot: ma yamna'uka an tujalisana. Atëherës ky person ja kthei: wallahi la yamna'uni illa haula'i shabab alladhina min hawlik. Hudhaife i drejtohet këtij personit me nam, me reputacion dhe i thot: cila është gjëja, cila është arsyeja që nuk u ndale me të rit, me këto të rit që ne jemi ul dhe po diskutojmë. Ky person ja ktheu: vallahi, tha, nuk më ndalon asgjë tjetër. Nuk është diçka, nuk ka ndonjë arsye të veçantë që më ka ndaluar që mos ulem me ty edhe me të tjerët, por janë ato përreth teje të cilët janë ul, janë të rit, janë djelmosha të ri që janë përreth teje. Atëherë Hudhaife, një sahabi i ndershëm, një sahabi i ri, u prek nga fjalët e këtij personit dhe tha: e wallahi, a nuk e ke ndëgjuar, pasha Allahun, a nuk e ke ndëgjuar fjalën e Zotit, ku Allahu tha: qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Pasha Allahun, a nuk e ke ndëgjuar fjalën e Zotit në surën Al-Anbiya, ku Allahu na drejtohet neve, të rinjeve, ju drejtohet njerëzve dhe njerëzimit, thot: ata populli i thanë: kemi ndëgjuar një gjalosh. Pra, se si populli Ibrahimit alayhi salatu wassalam, gjatë kohës kur Ibrahimi ishte i ri, për ta thirrë tabun e jetës, mënyrës së jetesës së tyre në dalalet dhe në humbje, ai vendosi dhe bëri një plan se si t'i bind ato se ekziston vetëm një Zot, se si ata janë në rrugën e gabuar, dhe e bëri, e thuri planin e tij, e Allahu e përmendi në Kur'an, në surën Anbiya. Zoti thot: ata, populli Ibrahimit, thanë: ne kemi ndëgjuar për një gjalosh
për një voglush i cili shpesh fliste për idhujt ton, fliste për zotrat ton. E pastaj këtë të ri dhe këtë voglush e quanin Ibrahim. Kjo jetë kuranor të ndershëm, të dashur rini, na jep të kuptojmë se Ibrahimi a.s. ishte në kohën më të re. Ishte në kohën ku kishte në dorë që të ndryshon gjërat për popullin e tij, për vendin e tij. Mirë po, populli ishte ai i cili edhe dëshën që edhe ta dënojnë dhe dënuan ato. Mirë po, vendosmëria e tij, nijeti i tij i pastër apo këmbgulja e tij rreth të vërtetës e bëri që të jetë guzimtar dhe ta tregon të vërtetën ndaj popullit të tij. E Allahu xhalla xhelalu në Kur'an e përmend rastin e këtij voglushit të ri. Neve nëse gjurmojmë në historinë islame, historinë e lashtë, do të gjejmë se shumica e figurave më të spikatura, më të përmendura në historinë islame, të gjithë ata të cilët kanë bën ndryshim dhe revolucion dhe ndryshim për ka hajri dhe e mira dhe e mbara, ishin të rit, ishin rinia. E dim të ndershëm vëllezër se Usame ibn Zeid, i cili ishte një komandant që pejgamberi a.s. ja besoi detyrën e tij, ja dha një përgjegjësi shumë të rëndë. Usame ibn Zeid ishte komandant musliman në moshën 17 vjeçare. Pikërisht në moshën më të re, ku mund të themi lirisht jo në aspektin e pesimizmit, por optimizmit për të rijt ton, për vëllezërit ton, për voglushët ton, për rinin ton, se ne jemi ata të cilët duhet bartim edhe misione edhe më të mëdhaja për vendin, për shoqërinë tonë. Ne jemi ata të cilët duhet ta vazhdojmë kauzën islame, të cilët prindrit tonë, gjyshrit tonë, gjeneratat e vjetra e kanë përcjell deri tek na. Dikush me të drejtë mund të pjesëmon se a mos janë hoxhallarët ata të cilët duhet ta bartin këtë mision, duhet ta vazhdojnë këtë mision. Do t'ju kisha përgjigj me gjithë dëshirë se të gjithë ata të cilët studiojnë dhe mësojnë rreth Islamit dhe jetojnë apo dhe studiojnë edhe shkenca tjera, lëmi tjera fetare, të gjithë ata janë përgjegjës dhe ata janë bartës të misionit të Resulullahit, pra të misionit të cilët e ka bartë vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Usame ishte 18 vjeç, ndërsa Sultan Mehmet Fati ishte 23 vjet, ai i cili e çliroi Konstantinopolin, Stambollin e sotshëm, e çliroi nga romakët dhe bizantët. Ishte pikërisht në moshën e rinisë. Tariq bin Ziyad ishte një komandant musliman i cili çliroi Spanjën. E çliroi Spanjën e atëhershme, e çliroi nga idhujtarët, nga pabesimtarët, e çliroi nga uzurpatorët apo njerëzit tjerë. E çliroi totalisht nga shirku, nga padrejtësit, nga zullumi, apo nga gjërat të cilat njerëzit nuk ishin rahat. Të dashur vëllezër, ne duhet kuptojmë se përveç se të rit kanë rol në jetën tonë, në rrethin ku jetojnë, duhet kuptojmë se cila është përgjegjësia jonë, neve si prindër. Kush është përgjegjësia jonë, apo cila është ajo përgjegjësi e jona të cilën neve duhet që të kemi kujdes dhe të kujdesemi për rinin tonë, për studimin e tyre, për udhëzimin e tyre, për mënyrën e jetës së tyre, pikërisht është familja, rrethi më i ngushtë apo gjëja e parë të cilën duhet kujdesemi shumë jemi ne prindrit, baba dhe nana. Pastaj janë institucionet edukative arsimore, janë mektebet, janë xhamit të cilët kujdesen dhe i edukojnë dhe i arsimojnë të rijt tonë, që mos të jenë pjesë e ndryshimeve të kohës, se neve dim se jetojmë në kohën e globalizmit, jetojmë në kohën e modernizmit. Pra çdo gjë në jetën e kësaj, në kohën aktuale, pra në kohën bashkëkohore, ka pësuar ndryshim të madh. E si pasojë e atij ndryshimi jemi edhe ne të rit. Janë bijët tonë, janë bijat tona, janë vëllezërit tonë, janë muslimanët në përgjithësi. Andaj
barë kryesore e këtyre të rive që duhet kujdesemi për edukimin e tyre, për arsimimin e tyre, jemi vetë ne prindrit. Resulullahi alayhi salatu wassalam në një hadith të tij tha kullukum ra'in. Çdo kush prej jush është bari i kopes së tij. Po, fjala kope apo bari ne kuptojmë shumë mirë se është përgjegjës, është i Zot, i arës së vet, i shtëpisë së vet, i punës ku punon. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Pastaj tha war rajulu ra'in fi ahlihi, dhe prindi baba pra është përgjegjës, i Zoti i shtëpisë është përgjegjës për familjen e tij. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam vazhdoi tha wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha mas'ulatun an ra'iyatiha. Dhe gruaja është e zotja, apo gruaja është e zoja e shtëpisë dhe është përgjegjëse për fëmijët dhe familjen e burrit të saj. Shife këtu pejgamberi alayhi salatu wassalam tregon se çdo kush në profesionin e vet, edhe teologu, apo edhe profesori, edhe doktori, pra edhe mësuesi, edhe mjeku, edhe inxhinieri, edhe politikani, çdo kush është përgjegjës apo për detyrën dhe besueshmërinë që njerëzit apo rrethi ja kanë besu. Prandaj edhe ne si prindër jemi përgjegjësit kryesor për edukimin dhe ruajtjen apo dhe arsimimin dhe udhëzimin e fëmijëve dhe të rinjve tonë. Sigurisht, neve jetojmë në një kohë ku nëse hapim portalet, rrjetet sociale, nëse na mjafton që të hapim kronikën e zezë, me dhimbje them, tek populli jon shqiptar nuk është ndëgjuar që më herët një i ri apo një e re që merr jetën një të riut. Para disa ditëve patëm lajmin dhe ndoqëm përcollëm lajmin ku është vrarë një i ri në Shqipëri. Ne si prindër, ne si vëllezër, ne si të rinë jemi keqardhje ku ndëgjojmë në një vend kur një i ri e godet, e amshon, e vret, ja merr jetën një të riut i cili akoma është në lulen e rinis, 14, 15, 16, 17 vjeç, pra në fazën më të mirë, në fazën më profitabile, më të dobishme. Sigurisht, i dërguari jon alayhis salam kur fliste për familjen dhe edukimin e familjes, edukimin e brezave të rinj, e përmendi edhe ajetin kuranor ku Allahu xhalla xhelalu na drejtohet neve, thot Bismillahirrahmanirrahim, ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, thot ku anfusakum wa ahlikum nara, keni kujdes, ruani veten tuaj, keni kujdes për veten tuaj dhe ruani familjen tuaj, ruani bashortën tuaj, fëmijët tuaj, evladin tuaj. Pra, kjo ajet kuranor, o vëllezër të ndershëm, në surën Tahrim, sikur dëshiron na tregon se jetojmë në një kohë ku e keqja bëhet e mirë, e mira bëhet e keqe, padrejtësia duket se është e drejtë, e drejtësia shndrohet në padrejtësi, njerëzit nuk gjikojnë me drejtësi, andaj si rrethoj e kësaj dhe njerëzit bëjnë keq, sillen në mënyrë jo njerëzore, me të rit ton, me vladin ton, me rinin ton. Andaj borç emanet i jonit që Allahu xhalla xhelalu na ka lënë neve, ka thonë ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar, o ju të cilët keni besuar, ruani veten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarmi i xhehenemit. Pastaj Allahu e përfundoi ajetin ku tha waquduha an-nasu wal hijara, ku lënd djegse e zjarmit të xhehenemit, thot janë kush, gurët dhe njerëzit. Ne dim se të rinjt ton kanë disa sfida, disa kriza, dhe sfidën ne sot mund ta kuptojmë edhe si krizë. Nga krizat më të spikatura apo më të përmendura të kohës tonë moderne, në kohën tonë bashkohore, tek të rinjt si krizë janë kriza morale. Të rinjt tonë
të dashur teleshiques, përjetojnë krizë nga më të ndryshmet e ajo është edhe kriza morale. Pra kur një i ri apo një e ri nuk është e udhëzuar dhe nuk është i udhëzuar sipas udhëzimit të profetit ton alayhi salatu wassalam. Mund të përmend një rast si rast e cila duhet shërbej për neve në jetën tonë si të ri. Gjersa i dërguar jon alayhi salam ishte në Medinë dhe aty ishin në xhami duke adhuru Zotin, duke u falur, erdhi një beduin arab i cili nuk ishte musliman. Thuhet sipas transmetimeve që ishte një krishter. Edhe erdhi në vendin aty ku ato ishin të ulur apo bëshin ibadet, adhurim, edhe e kreu nevojët e tij. E sahabët, shokët, Ebu Bekri, Omeri, Osmani dhe Aliu radiallahu anhu dhe sahabët tjerë u revoltuan. Saqë disa prej tyre u ngritën në kam dhe deshën që ta godasin, apo ta shtin, apo edhe ta nxjerrin me forcë nga xhamia. E profeti alayhi salatu wassalam e shiqoi atë njeri, e kuptoi se nuk është musliman. E kuptoi se ishte një beduin, ishte një i largët. Atëherës e ndaloi i dol përpara Omerit radiallahu anhu dhe i tha ndal se me siguri ky person është misafir. Është njeri i cili vjen ndoshta nga viset e larta. Edhe atëherës filloi e përshëndeti atë dhe filloi ta pyesë se kush është, nga kush ka ardhur. Dhe filloi dhe t'ia shpjegoi disa rregulla të cilat i ka feja jonë. Ja tregoi pastërtinë, ja tregoi buzëqeshjen, ja tregoi mirësjelljen, ja tregoi nderin, ndershmërinë, ja tregoi disa rregulla që feja islami ka bazë. Edhe i tregoi, tha, vendi të cilin ne jemi duke qëndruar është xhami. Dhe këtu po falemi, ne këtu bisedojmë rreth çështjeve të fesë, rreth çështjeve të islamit, edhe në fen tonë është jo e pranueshme dhe jo e preferueshme që dikush të kryen nevojën e tij. Me disa fjalë të ëmbla dhe të buta, personi në fjalë filloi dhe ta ndëgjoi me vëmendje profetin alayhi salatu wassalam dhe thuhet se në momentin që deshti të largohet nga ati dhe i tha Resulullahit, tha, unë tha prej tani e pranoj islamin. I tha, inni ushhiduke enneke Rasul Allah. Tha, prej tani e dëshmoj se ti je i dërguar i Allah. Edhe shiqoj e hodhi një shiqim rreth të tjerëve, rreth sahabëve, të cilit ishin të revoltuar me të drejtë. Dhe filloi të shiqoj me një shiqim të veçantë pse u sollën në atë mënyrë. E Resulullahi alayhi salatu wassalam kështu u soll me një njeri i cili ishte i huaj, ishte misafir. Dhe u largua nga ati i kënaqur me profetin alayhi salam. Nga ky rast mund të kuptojmë mund ta kuptojmë një erë apo një i ri se kemi raste të cilat neve mund të përballemi, mund të ndeshemi apo me dhunë verbale, dhunë fizike, me fjalë ofenduese apo poshtëruese nga njerëzit tjerë, nga moshatarët, nga shokët, nga njerëzit përreth. Neve a thu vallë duhet që ne të sillemi sikur sa ato që sillen me ne, apo duhet ta marrëm model rastin e pejgamberit alayhis salam. Sfidë bashkohore apo krizë tjetër bashkohore e kohës son, pra për rinin, për vëllezërit tonë është sfida ideologjike. Pra, sfida ideologjike mund të kuptojmë thënë ndryshe një krizë e cila një i ri apo një e re jeton në kohën pra e luksit, në kohën e dëshirave, epsheve, gjërave të cilat janë materiale, të cilat vazhdimisht e tërheqin dhe e largojnë nga kush? Nga feja, e largojnë nga Zoti, e largojnë nga familja. Pra, të gjitha këto për një të ri apo për një të re bëjnë që të kalojnë tek etapa apo tek kjo etapë e cila është etapë shumë delikate për një të ri dhe të jetë sfidë për të, pra sfidë ideologjike. E treta, si sfidë apo krizë për një të ri apo për një të re është edhe sfida e gjetjes së modelit. Neve sot shumë po bisedojmë, shumë po komentojmë,
në podiume, në seminare, në ligjërata, në debate, në emisione televizive. Bisedojmë për diturinë, bisedojmë për zanate të ndryshme, për probleme të ndryshme, por harrojmë një gjë që nuk bisedojmë apo nuk i marrim shembull dhe modelet nga jeta e profetëve, nga jeta e njerëzve të drejtë, nga jeta e njerëzve evlija. I riu apo e reja, fëmiu, më së shumë ti kopjon dhe merr model në radhë të parë është rrethi i familjes, prindin e tij, baba apo nanën e tij. Pastaj kur rritet fillon ti kuptoj gjërat, model për të do të jetë kush? Mësuesi i tij. Po nuk gjet një model të mirë tek mësuesi i tij, tek hoxha i tij, ai do ta edukon, do ta merr për model kënd një artist, një artiste, një këngëtar, një futbaler, apo do ta merr një aktor të ndryshëm, i cili i le përshtypje rreth diçka, i le përshtypje në mënyrën e sjelljes, të folurit, të veshjes, të jetës. Pra të rinjt ton, nëse nuk i edukojmë ne si prindër, apo si mësues, apo si hoxhallar, apo si njerëz të cilët që merremi me edukimin e të rinjve, atëherë do ta edukon kush? Do ta edukon koha, do ta edukon rruga, do ta edukon debatet të ndryshme, të panevojshme, që dhe janë të dëmshme për rinin dhe të reja tona. Sigurisht, modeli më i mirë për të cilin duhet ndjekur ne janë modeli i pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam tha nga njerëzit më të mirë që Allahu i don dhe është i kënaqur prej tyre është kush? Thot gjenerata e parë. Kush janë gjenerata e parë? Janë sahabët. Janë ata të cilët u kujdesin më së shumti për të rinjt, për të rejat. Pastaj tha janë etba'u tabiin. Janë gjenerata e dytë, pra janë tabiinët. Pastaj tha kush? Gjenerata e tretë, ndjekësit e tabiinëve. Pastaj tha kush? Tha janë umeti apo populli në përgjithësi. Gjenerata që vinë pas etba tabiinëve. Lirisht mund të themi që si gjenerata e fundit, për të cilët duhet kujdesemi për rinin ton, për edukimin, për arsimimin, jemi ne, gjenerata e kohës së fundit, pra umeti i Muhammedit alayhi salatu wassalam. Nuk du që të merrem shumë në aspektin historik, por do ta potencoj një rast të Ebu Bekrit radiallahu anhu, i cili kur e pranoi Islamin ishte në moshën e rinis. Mund të themi lirisht në moshën e rinis nga mosha 15 apo 18 deri në moshën 30, 35 dhe 40. Ebu Bekri në kohën që e pranoi Islamin ishte në moshën 37 vjeç. Ishte pikërisht në moshën e cila vetëm se ishte në kohën e pjekurisë dhe ai Ebu Bekri ishte personi i cili pejgamberi ton alayhi salatu wassalam posa e pranoi Islamin 3 ditë mbas. Pra kaluan 3 ditë. Ja solli 17 musliman, i edukoi, i udhëzoi apo 17 persona pra nga rrethi i arabëve, nga vendi ku jetonin aty. Nga 10 të përgëzuarit me xhennet, nga 10 persona që Zoti i ka përgëzuar, ju ka tregu qish në dunja, 6 prej tyre ishin udhëzuar si në dorën apo ish bë shkak dhe sebeb Ebu Bekri radiallahu anhu. E i shtati, personi i shtat i të përgëzuarve me xhennet ishte vetë Ebu Bekri radiallahu anhu. Omeri radiallahu anhu kur e pranoi Islamin ishte në moshën 27 vjeç. Tregohet një rast kur ishte koha akoma kur muslimanët jetonin dhe vepronin Islamin fshehurazi. Ende nuk ishin dalë, domethënë që ta tregojnë se ne jemi musliman. Tregohet një diskutim, një bisedë mes pejgamberit alayhis salam dhe Omerit radiallahu anhu. I tha ja Rasulullah, a nuk jemi ne në të drejtë? A nuk jemi ne në rrugën e mbarë? I tha po Omer. Tha a nuk jemi ne ata të cilët tregojmë sjellje, jemi njerëz të cilët tregojmë edukat? Tha po Omer.
Tha, a nuk janë ata në humbje, pra për mushrikët, për arabët të cilët nuk ishin musliman, a nuk janë ata të cilët jetojnë në ignorancë? Pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha, po Omer. Atëri i tha, le të dalim dhe t'ju tregojmë botës se ne jemi musliman. Ne jemi ata të cilët e kemi pranuar Islami dhe dëshirojmë për të tjerët ato që dëshirojnë për veten. Uthmani radiallahu anhu po ashtu ishte në moshën 27 vjeçar. Ishte domethënë në moshën e rinis. Musab ibn Umeri, një prej sahabive i ri, i cili ishte ambasadori i parë që profeti alayhis salam ja besoi apo e autorizoi si ambasador në Medinë, ishte në moshën 19 vjeç. Pra ishte në moshën më të re. Pejgamberi i vërejtë si kishte një potencial, një mundësi të jashtëzakonshme në komunikimin me njerëzit, apo në transmetimin dhe në shpjegimin e fesë së Allahut. Pas një kohe të shkurt, domethënë përmendet diku 9 apo 10 vitesh, kur pejgamberi alayhis salam shkoi në Medinë u taku me Musab ibn Umerin. Pra dikush nga dietarët thotë se vitin që e dërgoi në Medinë, Musab ibn Umeri u angazhou aq shumë në bartjen e misionit të profetit ton alayhis salam dhe në shpërndarjen e Islamit, në edukimin e të rive, në edukimin e njerëzve, në nxjerrjen nga ignoranca. Tha, ja Rasulullah, i tha, si është Medinja, si janë njerëzit? Tha, ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, Islamin e kam pranuar që të gjithë. E krejt Medinja, krejt qyteti i Medinës, pra e kanë pranuar Islamin. Shiqo, dikush mund thot, kur i përmendim dhe i përmendim emrat e sahabëve, mendojmë se ai është një plak me mjekër të bardhë, një person i cili ka arritur të 90-tat, një person i cili ka arritur të 50-tat, ka bërë një karrierë të madhe, ka bërë pasuri, ka bërë domethënë nam dhe pastaj ka filluar të merret me popullin. Jo. Pejgamberi alayhi salatu wasalam misionin e tij e barti edhe i edukoi dhe i mësoi edhe brezat më të rinj që ato ta bartin apo misionin më të shenjtë, pra kauzën islame, që ta vazhdojnë këtë fe në fytyrën e tokës. Prandaj neve mund t'ju drejtohemi të rive se nuk janë pleqt apo nuk janë ata të cilët janë më të vjetër që duhet merren me Islamin, por jemi ne. Janë të rinjt që duhet kujdesen shumë dhe të kenë të besojnë tek veçja e tyre se ata janë në tokë, Allahu i ka dërguar në tokë, Allahu na ka krijuar neve me mision, me rol të caktuar. Unë si mjek mund të luaj rolin e një thirrësit nëse unë punoj me drejtësi, nëse unë i mjekoj njerëzit, nëse unë mundohem të jem afër njerëzve. Unë si mësues nëse i mësoj edukatën, arsimin, diturinë dhe mundohem që të bëhe hajër dhe dobi në vendin, në rrethin ku jetoj. Unë si hoxh nëse mundohem që xhamin ku jetoj, tek xhamati ku jetoj dhe mbaj predikimet fetare, mundohem që me fjalët, me këshillat, me edukatën, me sjelljen, me moralin dhe edukatën të reflektoj tek ata. Pra pikërisht Islami na tregon se rinia, pra të rit krahas sfidave, krahas krizës së tyre ideologjike, krizës së tyre morale, krizës së tyre gjetjes së modeleve, Islami jep përparësi të veçantë apo dhe e vlerëson shumë të rijun, të reja. Pra sigurisht ne vedim se të rit, pra mosha e të rinjve, vëllezër të ndershëm, si informacion mendoj se gjithkush e ka ndëgjuar dhe e ka lexuar, Allahu në botën tjetër, në xhennet, i privilegjoi mosha e njerëzve të cilët do të jetojnë në xhennet, do të jetë 30-33, pra mosha e rinisë. Pra edhe xhennetin e ndërlidhi me rinin. Andaj Allahu në këtë sure, pra në surën e Rum, rinin e pozicionoi në fillim pra faza e dobësisë, kur ishte fëmijë, pastaj faza e fuqisë, kur arriti të 20-tat, 25-tat, 30-tat, pastaj përsëri faza e pleqërisë apo faza e dobësisë. I dërguar jon alayhi salatu wasalam për ummetin e tij
për popullin e tij, për rinin, për gjithësi tha kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Allahu Gjelle Gjelaluhu në surën Al Imran tha, juve jeni populli, juve jeni njerëzit, çfarë? Kuntum khayra ummatin, jeni populli më i mirë, më i dobishëm, më i vjeshëm, i dalur, i ardhur për kënd, për njerëzimin. Pastaj thot ta'muruna bil ma'ruf, përse? Thot i urdhroni njerëzit apo në të mirë, në vepra, në punë të mira. Wa tanhauna anil munkar, dhe i ndaloni ju dhe i ndaloni të tjerët nga veprat negative, veprat e liga. Surja Al Imran, pra ajeti numër 110. Të rrit, pra të rrit ton, vëllezërit ton, rinia, pa mos i ndarë edhe shtresën tjetër apo pjesën tjetër të njerëzve të cilët kanë përvojë, kanë eksperiencë të ndryshme, të rrit ton janë thjesht ambasador të punëve të mira, ambasador të hajrit. Andaj e lut Zotin, e lut Allahun e Madhrishëm që në mesin e rinis, në mesin e popullit ton të sjell një rini të shëndosh. E lut Allahun e Madhrishëm që Zoti të rit dhe të reja tona t'i mbron nga rruga e devimit, nga rruga e keqe. Bëj lutje të Zotit Madhrishëm që Allahu Gjelle Gjelalu që vëllezërit ton, rinin ton t'i bëj të edukuar, të arsimuar, t'i bëj të dobishëm dhe të mbar për shoqërinë dhe rrethin ku jetojmë ne. E lusë Allahun Gjelle Gjelalu që Allahu fuqiplot të shpërblen gjithë secilin me profesionin që e ka, me punën që e ka, me zanatin që e ka, me fjalët e tij, me kontributin e tij, me këshillat e tij në përgjithësi. Andaj ju falemnderit edhe një herë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.